Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Krishti u ngjall. Jemi në të dielën e tretë mbas Pashkës dhe atmosfera e ngjalljes së Krishtit është aktuale. Sepse sipas traditës neve për 40 ditë përshëndesim njëri tjetrin, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, sepse jo vetëm përkujtojmë, po përjetojmë ngjalljen e Krishtit, i cili për 40 ditë ai u shfaq her pas here apostujve, duke i përforcuar për ngjalljen e tij, që është ngjallja jonë. Por sot kisha na ka mbledhur për të kujtuar disa personazhe aktual të kryqëzimit dhe të ngjalljes së Krishtit. Sepse shpeshherë, edhe pse kanë kaluar kaq shumë shekuj, edhe pse kjo ngjarje është diskutuar kaq shumë, përsëri njerëzit kanë dyshime. A është kryqëzuar me të vërtet Krishti? Dhe a është ngjallur me të vërtet? Madje ka edhe teori, ka filozofi, ka edhe fe, të cilat thonë që Krishti nuk u kryqëzua. Krishti u duk sikur u kryqëzua, por u kryqëzua Juda në vend të Krishtit. Dhe prandaj ai nuk psoi vdekje, kështu që nuk u ngjall. Dhe kjo që ne themi, si të krishterë, prej shekush, që në shekullin e parë, është thjesht një sajes, është një gënjeshtër, thonë ata. Dhe fatkeqësisht e besojnë. Por pse besojnë? Sepse ngjallja e Krishtit është përtej logjikës, është përtej asaj që është natyrore, është mbinatyrore, është hyjnore. Por edhe vdekja e Krishtit nuk është thjesht vdekja e një personi, siç vdesin të gjithë njerëzit ne. Por Krishti vdiq vullnetarisht, sepse ai nuk ishte thjesht njeri, ishte biri i Perëndis, ishte biri i njeriut, ishte Perëndi dhe njeri. Si Perëndi, ai nuk mund vdiste, por asnjë njeri nuk mund vdiste nëse nuk deshte vetë. Ai vdiq vullnetarisht, duke qëndruar 6 orë në kryq, sepse për 6 ditë Zoti e krijoi botën, për 6 orë ai e shpëtoi botën. Dhe u varros dhe u ngjall. Por do thoni juve, të gjitha këto mos janë thosht thjesht hamendësi? Mos kanë të drejtë këta që mohojnë vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit? Ku janë dëshmimtarët? Ja sot ne sillim dëshmimtar. Persona okular, të cilët kanë qenë atje në kryqëzimin dhe në vdekjen e Krishtit, por dhe në ngjalljen e Krishtit. Sot kisha na kujton 2 personazhe që njihen historikisht. Nikodemi dhe Josifi nga Arimathea. Kush ishte Nikodemi, kush ishte Josifi nga Arimathea? Josifi nga Arimathea ishte antar i Sinedrit, 72 persona të cilët e akuzuan Krishtin dhe dënuan Krishtin si blasfemus dhe nëpërmjet autoriteteve romake e kryqëzuan. Por Josifi, edhe pse ishte antar i Sinedrit të priftërive, ishte kundër kryqëzimit të Krishtit, sepse tha, po bëni një gjykim të padrejtë. Ky njeri nuk ka bërë asnjë faj që meriton të kryqëzohet. Ky ishte Josifi. Nikodemi ishte farise, ishte një besimtar i kualifikuar, i cili e dëgjonte fjalën e Krishtit, e besonte Krishtin, po kishte frikë nga farisejt e tjerë, të cilët e shikonin me çmir Krishtin. Kishin xhelozi, zili, pse flet kaq mirë? Pse njerëzit i shkojnë të gjithë pas? Madje dhe Krishti i qortonte farisejnë për hipokrizinë e tyre, dhe ata kishin armik Krishtin. Por Nikodemi shkoi natën te Krishti dhe i kërkoi dije. Edhe Krishti mësoi atë të vërtetën e madhe, që nëse njeriu nuk lind sipas ujit dhe shpirtit, nuk shpëton. Do me thënë sipas pagëzimit me shpirt të shenjtë. Kur vdiq Krishti në kryq,
Atere a i mbeti i vetëm. Poshtë kryqit ishte nëna e tij, disa gra dhe ungjillori Joan. Askush tjetër. Të gjithë ishin larguar. Askush nuk merrte guxim ta zbriste nga kryqi, sepse Krishtin e kryqëzuan si një kriminal, si një blasfemues, si një të mallkuar. Por mori zemër Josifi, antari i Sinedrit. Shkoi tek Pilati dhe tha, ma jep trupin e atij që kryqëzove, se unë do ta varros, sa ishte i pafajshëm. Pilati tha, si ka mundësi që ka vdekur? Sepse një njeri në kryq duhet viste për 3 ditë, mbas një agonie shumë madhe. Dhe kur pyeti Pilati, po tha ushtarët, ka vdekur. Pra Krishti qëndroi 6 orë, vdiq kur deshte vetë. Pilati ja dha trupin Josifit. Josifi mori pëllur, e zbriti nga kryqi edhe e mbështodhi me pëllur, siç ishte edhe tradita, që është ajo me qefin që i themi edhe sot e kësaj dite. Tek Josifi erdhi dhe Nikodemi, ai që kishte pasur frikë, por tashmë mori guxim. E kuptoi Nikodemi se kryqëzimi i Krishtit ishte padrejtësia më e madhe. Dhe mori zemër. Ishte dhe i pasur Nikodemi. Bledi 100 litra vaj aromatik miro me aloe për ta lyer trupin e Isuit. Në atë kohë, trupat e mbretërve lyeshin me miro dhe me vajr aromatik që prishja e trupit bëj sa më ngadalë, një lloj balsamimi, si mund të themi. Dhe të dy këta e lyen, e mbështodhen dhe futën në një varr. Në varrin që kishte përgatitur Josifi për veten e vet, dhe vuan një gur të rëndë. 2 këta njerëz ishin dëshmitar të kryqëzimit dhe të vdekjes së Krishtit. E varrosën me duart e veta. Kush janë këta 2? Janë 2 të cilët, ndryshe nga apostujt që ikën u friksuan, ata morën guxim. Ishin njerëz me pozit, ishin dhe njerëz me pasuri, por e kuptuan që Krishti u kryqëzua padrejtisht. Edhe pse Krishti ishte i vdekur, ata morën kurajo dhe bën një kapërcim. Dolën kundër turmës, dolën kundër Sinedrit dhe i shërbyen Krishtit në varr. Këta sot janë njerëzit me pozit, deputetët, të cilët duhet t'i shërben kishës, ashtu si shërbente Josifi dhe Nikodemi trupit të Krishtit. Janë njerëz me pozit, janë njerëz me pushtet që janë krishterë, që atë pushtet duhet ta vënë në shërbim të komunitetit, por dhe të kishës. Fatkeqësisht, sot nuk shikojmë shumë të tillë. Edhe pse janë krishterë, kanë frikë të flasin për Krishtin. Kanë frikë të shërbejnë trupit të Krishtit. Kanë frikë të shërbejnë kishës. Po kjo është për dëmin e tyre. Dhe luma ai që edhe pse është me pozit, edhe pse është i pasur, nuk llogarit opinionet e njerëzve, por i shërben Krishtit. Kujt? Kishës, krishterëve, njerëzve nevojë, njerëzve që u bën pa drejtësi. Për këta pushtetar kemi nevojë, për këta deputet kemi nevojë. Jo për ata të cilët e përdorin pushtetin dhe pozitën kundër Zotit, kundër kishës, kundër njerëzve. Por kemi edhe disa dëshmimtar të tjerë. Disa gra, Maria Magdalena, Maria Jakovi, Soloma, Suzana, Marta, Maria, Joana, të cilat ishin poshtë kryqit të Krishtit. Edhe ato e pan vdekjen dhe varrosjen e Krishtit në atë guvën. Por kaloi shtuna. Të shtunën judejt nuk punonin. Erdhi e diela në të aguar të dielës. Këto gra në një mendje, në një zemër, tham të shkojmë, ta lyejmë përsëri trupin e mësuesit me miro. Blen miro dhe vajtën me nxitim. E mundën frikën. Trupi i Krishtit në varr ruhej nga ushtar, por ato nuk ishin frikë, sepse dashuria e ka përcen frikën. Dhe shkuan tek trupi i mësuesit. Ky guxim i këtyre grave u shpërblye. Kur vajtën te varri, gjetën një angjëll që zbriti nga qielli dhe ishte si rrufe. Ai lëvizi gurin dhe tha, pse kërkoni të gjallë midis të vdekurve? Ai nuk është tu, ai u ngjall. Shikojeni varrin poshtë. Edhe ato kur futën kokën, pan varrin poshtë. Trupi i mësuesit nuk ishte.
shkoni, tha, dhe thoni apostujve, që unë gjallë. Shikoni këto gra të cilat treguan guxim u shpërblyen pa në ëngjëllin që i dha lajmin e ngjalljes, madje takuan dhe Krishtin, që e përshëndetën, e adhuruan. Të dashura motra, nëna të krishterë, ju duhet i ngjani grave miraprurse, që të thoni lajmin e ngjalljes tek vetja juaj, tek burrat tuaj, tek fëmijët tuaj, te nipat mbesat tuaja, dhe të jeni ju si gratë miraprurse, pa frikë për të shërbyer Zotit, pa frikë për të pohuar besimin. Dhe Zoti do t'ju shpërblej, që në këtë jetë do shikoni të mirë në familjen tuaj, të fëmijët, të nipat dhe mbesat, por dhe Zoti do t'ju rendis me gratë miraprurse, nga besimi juaj, nga dashuria juaj, nga guximi juaj. Por është një dënim i madh për ato vajza, për ato gra, për ato nëna, të cilat edhe pse janë të krishtera, nuk e dëgjojnë lajmin e ngjalljes, nuk e besojnë lajmin e ngjalljes, nuk ju flasin burrave, fëmijëve, nipa mbesave, por ju flasin me thashetheme, ose me mësime të gabuara, ose me herezi, ose me formula magjike, dhe shkatrojnë veten dhe familjen e tyre. Këtë do të dëgjoni? Ëngjëllin e Zotit që tha Krishti u ngjall, apo do të dëgjoni ëngjëllit e djallit që fatkeqësisht sot mashtrojnë, sidomos shumë gratë. Prandaj keni një përgjegjësi të madhe, si gratë krishtera, si nënat krishtera, që të vini të paratu në kish, si të vajtën gratë miraprurse erët në mëngjes, të sillni burrat tuaj, të sillni nipat besat e fëmijët tuaj, të jeni juve që tregoni besim, të jeni ju që i shërbeni kishës, se i shërbeni trupit Krishtit, dhe të jeni juve që thoni Krishti u ngjall me gjithë zemër, atëre po do keni një shpërblim të madh. Në qiell, Zoti do t'i pyesi gratë e krishtera që u bën nëna ose gjyshet. Çfarë bërët me fëmijët që ju dhurova? I sollët tek mua, i mësuat për mua, i shenjtëruat ata, i bët shenjtor ata. E në qoftë se kemi bërë të tillë punë, Zoti do të thotë, hyni në gëzimin e përjetshëm. Gëzoni bashkë me fëmijët dhe nipat dhe mbesat tuaj, siç u gëzuan nënat e shenjtorëve. Por në qoftë se keni dështuar në edukimin e fëmijëve tuaj, në shenjtërimin e fëmijëve tuaj, dhe të nipave dhe mbesave, Zoti thotë, ku i keni? Ku janë? Janë në ferr. Do shkon edhe unë në ferr. Dhe nuk do ketë i dhërim më të madh për një nën, për një gjyshe, që do shikoj fëmijët, nipin, besën në ferr dhe vetën në ferr. Jo vetëm do vuaj për vete, por do vuaj se u bë shkaktare që nuk i foli, nuk e shenjtëroi, nuk e çoi në kish fëmijën e vet, nipin dhe besën e vet. Prandaj shikoni çfarë përgjegjësie keni. Prandaj dhe gratë janë më me shumicë në kish, se janë grave miraprurse, por jo vetëm të vim fizikisht, po të bëjmë dhe punë të grave miraprurse, që ëngjëlli tha, shkoni dhe lajmëroni se Krishti u ngjall. Amin.